naftës. Në qoftë se do të referohemi teorikisht konceptit inflacionit, inflacioni është rritje e çmimeve të gjithë madhrave dhe shërbimeve. Në qoftë se rritet çmimi i një produkti në treg, atëherë sikur edhe 20% rritet çmimi i këtij produkti në treg, në momentin e parë, ky produkt nuk i rrit çmimet e tjera. Por në rastin e naftës, rritja e çmimit të naftës, siç ka ndodhur me 15%, nëse kjo do vazhdoj, meqense nafta, meqense karburanti, është elementi kryesor që ndihmon për gjithë sektorin e transportit, për funksionimin e sistemit logjistikës së zinxhirit furnizimit, atëherë kjo patjetër do transmetohet te çmimet e produkteve tjera dhe në qoftë se kjo paqe e brisht dyjavore nuk do ketë fatin që të zgjatet edhe të jetë paqe e qëndrueshme, atëherë përsëri çmimi i karburantit do të shkojë ndoshta edhe më lart dhe patjetër që do transferohet te çmimet e produkteve tjera dhe pastaj do kemi përsëri një efekt inflacionist. Për momentin jemi deklarata e sot me Instituti Statistikave është për një inflacion 2.4%. Është reale mendon në këtë fazë? Shiko, në këtë moment që bëhet kjo problemi është që edhe sipas Bankës së Shqipërisë, edhe sipas Institutit Statistikave, inflacioni mund të jetë 2.2%. Ajo teoria që thashon. Ama supermarket për qytetarët është 22%. Bashkë me TVSH-n, thua? Me të gjitha. Po. Me TVSH, me akciza, me të gjitha, sepse kur flasim për akcizë, nuk është vetëm karburanti me akcizë. Ka edhe disa produkte tjera që janë me akcizë, edhe aty te pjesa e ushqimeve. Kur flasim për TVSH, shiko çka ka ndodhur sot, gjatë tyre ditëve që po flasim sot, çfarë ka ndodhur me fermerët. Shkojnë fermerët që të shesin produkte nëpër restorante, nëpër lokale dhe duan që të marrin faturën në mënyrë që të shkarkohet TVSH-ja kaskad. Nuk ja japin faturën fermerëve, se i thonë që po të t'japim ty faturë, sa herë që vjen ti që na shet domate, qep, kastraveca, qumë, shkudion, atëherë ne na plotësohet ajo xhiro 100 milion lek dhe ne pastaj bëhemi subjekti të TVSH-s. Atëherë pyetja ime e madhe është: pse duhet që të ngarkojmë fermerët me TVSH? Dhe ta zgjerojmë edhe çik muhabetin. Pse duhet të kenë TVSH të ushqimet në Shqipëri? Kur ne jemi një vend i varfër, vendi më i varfër në Evropë, kur 80% e ushqimeve importojmë, nuk prodhojmë asgjë vetë. Mendohet që këtë vit të kemi 34% më pak produkte perimesh nga në përgjithësi nga bujqësia shqiptare. Nga prodhimi vendas. Nga prodhimi vendas. 34%. Për shumë arsye, po edhe për shkak të efektit të çmimit të karburantit për të kryer shërbimet bujqësore, plugimi i tokës, edhe gjithë, punimet e tjera, proceset. Po ne importojmë 80% ushqimeve. Po me këtë 34% në pak perime, atëherë duhet të importojmë në 80%. Ne importojmë 100% grurit që konsumojmë ne nëpër qytete. Se ndoshta disa fshatarë aty e bëjnë edhe grurin vetë shtëpia. Po grurin ne kemi edhe një problem që se vendet, njerëzit sa më të varfër janë, aq më shumë bukë, aq më shumë kafe, aq më shumë raki dhe aq më shumë duhan konsumojnë. Ky është trendi. Të nga këto produkte janë me akcizë. Po, tani bukën ne 50% të buxhetit familjar e kemi ushqime. Dhe te ky buxhet familjar ne konsumojmë gati 400 gram bukë në ditë për person. Domethënë jemi dhe jashtë loje me këtë, me çështjen me çështjet organoleptike, jemi dhe probleme këta, që ne konsumojmë kështu patate, makarona, oriz, bukë, edhe themi po sheqer. Tani duhani, kafeja dhe alkoolet, sepse sa më i varfër ti jesh, aq më shumë është konsumi i tyre, është rregull ndërkombëtar, jo vetëm shqiptar, që të treja janë madhë akciza. Unë s'po them që ti hiqet akciza këtyre, po duhet të hequr TVSH ushqimeve. Dhe nëse hiqet TVSH ushqimeve, në rajonin çfarë niveli jemi në TVSH-n e shportës, pak mos themi gjithë gamën e produkteve. Do ta them, po më le ta mbaroj argumentin. Nëse hiqet TVSH ushqimeve, ne ndihmojmë dhe turizmin. Sepse pjata aty në hotel do kushtoj më pak. Ne themi tani që ose minimalisht nuk do ngrihet. Po, nuk do rriten çmimet. Nuk do rriten çmimet, po. Por që edhe më të konkurrosh shumë. Por që më konkurrosh se tani themi të tërheqim turizmin që është, se s'po themi që po na vjen mirë që ndodhi konflikti aty, po. Tani pse jo?
të mos vinë turistët në Shqipëri. Jo, në këto kushte karburanti, linjat e transportit ajror do ndalin këto turime. Edhe transporti brenda vendit, sa ai që të shkojë në hotel, këtu nuk ka transport interurban, do marrë taksi. Ka një amalgam çështjesh nga më të çuditshme këtu në Shqipëri, për të. Pra, duhet të heq automatikisht të VSH ushqimit, sepse edhe të VSH ushqimit është kaskadë në Shqipëri, edhe shkarkohet te konsumatori përfundimtar. Në qartësisht. Dhe ndihmon fermerët heqja e të VSH-s, sepse ky problemi i faturës që duhet dhënë fermerëve, ai fermeri e do faturën sepse do që të justifikojë që të marrë karburant apo ja. Sepse po nuk tregovi shitjet. Kjo është nga kërkesat që ka. Po pra, po tregovi se sa shitje ka, nuk e merr dot karburantin me subvencionim. Tani efekti është zinxhir pastaj. Tani do merremi me kështu e lagu bishtin deri pra kur doli nga lumi apo se lagu bishtin? Qartë. Ne kemi kriju disa sisteme këtu në Shqipëri, si ajo, a ke qenë në herën kien, kështu me kap veshin kështu. Ne duhet i bëjmë gjërat sa më drejt, sa më thjesht, sa më të kuptueshme, sa më transparente. Ma lër propozimit tënd për në fund. 2 javë arpushim, hapja e ngushticës së Hormuzit, tregjet ndërkombëtare kanë reaguar për të stabilizuar disa çmime. Pse Shqipëria ka të vështirë ta bëjë këtë?